Jam këtu në komisariatin numër 1. Prej 1 ore nuk më lejohet të takoj klientin Zirkon Disha, i cili më ka njoftuar sipas ligjit me telefonin e tij brenda komisariat në sy të oficerit të policisë gjyqësore apo të oficerit të policisë. Dhe ka kërkuar të ketë menjëherë prezencën e avokatit. Telefoni i tij ndodhet i sekuestruar. Në momentin kur është marrë telefonin, regjistron fiks minutazhin që ka qenë brenda komisariat. E dyta është Besmir Agalliu, i cili bëri ballafaqimin me oficerin e policisë gjatë kohës që sonë dhe thanë, ky është avokati im, Altin Goxhaj. Dhe kam 1 orë që nuk më lejohet të marr kontakt. Ndërkohë çfarë ndodhi? Erdhi oficeri i policisë bashkiake, i cili erdhi këtu dhe filloi të ndërtoi procedurën për kallëzim penal, procedim penal etj dhe këta pranë nuk lejojnë avokat të takosh me klientin, sepse prisin që të manipulojë sistemi, se megjithëse s'kishim asnjë procedim, kishim bërë shoqërinë sipas tyre, por marrin me dhunë dhe me forcë në vendngjarje të 2 aktivistëve të cilët unë i kam klientët e mi. Jam këtu dhe përkërkoj tani oficerëve të policisë pas 1 ore që të më vënë në dispozicion një person që të më japë përgjigje mua si avokat, pasi kam kontaktuar edhe me avokatët e popullit dhe i cili premtoi që do të sillim menjëherë komisionerin e tij. Kush është personi që do të sillim një përgjigje në këtë moment si avokat? Kam 1 orë që vi këtu dhe asnjë oficer, le të shikojni. Numri i oficerit 12099 11730. Nuk dallohet numri i oficerës përkatëse megjithëse ka kundërshtim me ligjin këtë se do të kishte numër identifikues. Jam pra këtu në komisariatin numër 1 dhe nuk më lejohet të kem kontakt me Zirkon Disha dhe Besmir Agalliu, të dy të marrë me forcë pas një shkak në parkun e liçenit.